Në rëtë parë mirë me në gjesi, dhe a du të akoma prita? Në rëtë parë mirë me në gjesi, i kam kënaqësinë që sot jam këtu në Bashkinë Islame për të uruar kryemiftiun së bashku me bashkëpunëtorët e tij dhe gjithë besimtarët musliman për këtë festë të Fitr Bajramit. Është një moment i mirë që gjithë bashku të festojmë. Edhe ne, sikur katolik, jemi në kohën e kreshmes, në kohën e agjerimit, në kohën e reflektimit, në kohën e lutjes, në kohën e përmirësimit të marrëdhënies tonë me Zotin dhe me njëri tjetrin. Kështu që shfrytëzoj rastin të ju uroj gjithë njerëzve që jetojnë në Kosovë, pavarësisht besimit katolik apo musliman, ortodoks apo diçka tjetër, ne dhe gjithë kemi paqen rreth parë në zemrat tona, harmoninë dhe lumturinë në familjet tona, mirëkuptimin, paqen dhe rendin e vlerave dhe rregullave në shoqërinë tonë. E mbi gjitha i ftoj të gjithë të lutemi për paqen në botë, sepse bota asnjëherë s'ka qenë më e rrëzuar se sa në këto momente kur neve edhe agjerojmë edhe festojmë së bashku. Këndej nuk më metet asnjë gjë tjetër përveç se për të thënën ato që e ka thënë një madhi Fishta, ne në vërtet i festojmë Bajram e Pashk, secili sipas mënyrës vet, për shqiptarinë e kemi bashk dhe të ardhmen duhet ta ruajmë si të tillë. Faleminderit, urime. Ne jemi